Në një qytet të vogël jetonte një djalë energjik me emrin Franklin. Ai kishte një pasion të madh që ishte futbolli. Që i vogël, topi ishte shoku i tij më i mirë. Çdo mëngjes zgjohej herët dhe vraponte në fushën pranë shtëpisë për t'u stërvitur me gjuajtje dhe driblime. Franklin ndërronte të bëhej një futbolist i madh. Edhe pse nuk kishte këpucë të shtrenjta apo një stadion modern, ai nuk dorëzoi kurrë. Luante me zemër dhe gjithmonë ndihmonte shokët e skuadrës. Një ditë, në qytet u organizua një turne për fëmijë. Skuadra e Franklit ishte në finale, por kundërshtarët dukeshin shumë më të fortë. Në pjesën e parë po humnin 2-0 dhe të gjithë ishin të mërzitur. Frankli u tha shokëve: "Mos u dorëzoni, futbolli luhet deri në sekondën e fundit." Në pjesën e dytë ai dha gjithçka, pasoi bukur për golin e parë. Shënoi golin e dytë me një goditje fantastike dhe në minutën e fundit realizoi golin e fitores. I gjithë stadiumi shpërtheu në brohorima. Gol, gol. Bravo Frankli. Që nga ajo ditë, Frankli u bë shembull për të gjithë fëmijët e qytetit. Jo vetëm sepse luante bukur futboll, por sepse tregoi për kushtim, zemër dhe besim. Çdo ëndër mund të bëhet realitet nëse nuk dorëzohesh. Mesazhi i historisë është: mos u dorëzo kurrë para vështirësive. Me punë, besim dhe zemër të mirë, mund të arrish çdo ëndër.